Kryedemokrati Sali Berisha ka zbuluar sloganin e Partisë Demokratike në fushatën zgjedhore. Berisha deklaroi se renditja e PD-s e para në fletën e votimit është një fat hynor dhe toksor. Kryedemokrati theksoi se ata që votojnë për Partinë Demokratike janë njësha. Teksa komentoi sloganin, Berisha u shpreh se flamuri kuqezi ka një bukurim anitse, ndërsa sipas tij logoja është logoja e betejës me të cilën demokratët shkojnë drejt fitores së 11 majit. Nuk ka dhuratë më të madhe se sa kjo. Në të gjithë librat përshkruhet si më i miri, si i pari, kur fati që është sa hynor dhe toksor, i ra Partisë Demokratike të ketë këtë numër, entuziazmi i demokratëve dhe mbështetësve të Partisë Demokratike, por në tërësi i shqiptarëve, ishte dhe është jashtëzakonisht i madh. Për ata që votojnë për Partinë Demokratike dhe Aleancën Shqipëria Madhështore, votojnë njëshin, de facto, janë njësha. Nuk mohohet, të jesh njështu përkasësh njëshave është një nder, një privilegj, është një detyrë të qëndrosh në lartësi. Por kjo do t'jetë e gjithë, por nuk do të ndalem tek flamuri që ka bukurinë e tij mahnitse. Logoja pra, çdo gjë, siç e shihni, është logoja e betejës, logoja me të cilën demokratët shkojnë drejt fitores së 11 majit, tha Berisha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.